jam Albana dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe është vlogu i parë nga 2026. Kemi një të ftuar special që është Denisi, ka ardhur Denisi dhe bashkë me Denisin ka ardhur edhe Pakoja nga Sheni. Kështu që përpara sa të ikim në Tropoj, sepse sot do nisemi për Tropoj, thash t'rregoj gjërat që unë kisha porositur. E mbani mend të vlogu në Malt që nuk më erdhën kurrë? Po, janë këtu. E para është kjo, super e holl, por thash ta kem për të dalë. Është badi e këndshme duket. Ti Denis sa vlerëson këtë? Ja keq. Okej. E dyta, edhe kjo është e holl. Këto me thënë drejt mi ka marrë më shumë te puna që t'jem edhe serioze, t'jem edhe e veshur mirë. Është vishnje. Ndoshta në kamerë më duket pak më e ndezur, po nuk është aq e ndezur sa duket në kamera. Kjo është një pullover, nuk e di sepse ka ardhur gri. Duket si gri. Unë e doja kafe, do më thënë kafe super të errët. Ua, na pas të dalë bluzja poshtë. Po fol në zemër fal. Gjithsesi më pëlqen, do ta marr edhe këtë me vete në Tropoj. Ta kem ta vesh në një ditë atje. Tjetër, kjo ishte një xero e madhe, nuk e di, mendova se ishte si vishnja, por është edhe e të dukshme. Këtë nuk besoj se do ta vesh ndonjëherë. Dhe pulovra e fundit, që mund të them se është e preferuara ime, është kjo, sepse kjo më ka ardhur fix në ngjyrën që unë doja, okay? Është kjo ngjyra kafe dhe ka dhe këtë kopsën super cute. Dhe produkti im i preferuar dhe arsyeja sepse unë kam bërë të gjithë të porosi janë këto çizmet. Kanë ardhur super. Ngjyra është fix me puloverën e fundit që ju tregova dhe besoj se do t'i kombinoj bashk pafund. Ja. Domethënë, po, është e njëjta. Për njëjtën arsye marr edhe këtë puloverën tjetër, se mos kujtoni se e pata marrë kot. Po, s'ka lidhje fare domethënë me njëra tjetrën. Do t'ja ulëm me foto se si mendoja unë se do më vinte kjo pulovra, që të shikoni dhe vetë dallimin. Tani unë po bëj çantën gati edhe të nisemi direkt në Tropoj sepse kemi goxha rrugë. Kemi 5 orë rrugë. Edhe po bie dhe shi. Kështu ikim në Tropoj. Rruga deri tani na ka ecur shumë mirë, është shumë vapë në makinë, prandaj na skuqur edhe faqet. Po ecim avash, ta marrim me qetësi sepse pam në lajme që tek rruga e Kombit, rruga e Kombit, më saktësisht sa kalon tunelin e Kuksit, për shkak të ngritave janë bërë shumë aksidente, kështu që ne duam të jemi në rregull, të qetë. Më mirë arrim vonë se sa të kemi ndonjë ndodhi rrugës, kështu që edhe për ju që na ndiqni, ecni me kujdes, zbatoni rregullat me qetësi, avash, mos u nxitoni edhe do arrini në destinacion pa merak. Vonë, më mirë vonë se sa hiç. Nëse më ke dash pak, nëse më ke dash sa do pak. Ndaluam në Kukës për të pirë një kafe. Unë kakao do më thënë si kalama, ndërsa Denisi kafe. Mirë mëngjesi nga Tropoja. Dje kemi ardhur nga ora 4:30, Denis? Nga ora 4:30 kemi mbërritur në Tropoj, po kemi shkuar direkt te shtëpia Denisit edhe ka qenë super shi, nuk ka pushuar një sekond, kështu që nuk kisha sa të filmoja. Sot po dalim, ora është 10:30, 11 pa ca, ose ka vajt 11, nuk e di. Sa është saktësisht, Ervis? Fix 11 pa 1 minutë. Edhe po shkojmë mirë te lokali i vllajt të Denisit. Më pas po mendojmë që të shkojmë në Valbon, duke qenë se na thanë se ka rënë bor, edhe ndoshta unë dua të shkoj tek një treg që është në Gjakov për të marrë ndonjë gjë të lezetshme atje, kështu që të shohim domethënë në varësi të planeve dhe të shiut. Shpresoj që shiu mos na pengoj sot. Edhe shoferi jon për makinën manuale është Ervisi. Po ja, dashur. Life is a winding road. Qa keni quna, se keni ftohtë? është duke rënë një sup
super shi edhe kemi bërë vetëm foto dhe gjëra, e kuptoni ju tani kësaj, sa të kuptoni mua. Edhe kështu, do me thënë edhe në Valbon, po nuk e di, ka vetëm shi, dhe nuk u pushon fare. We are in Tirana. Në fakt, unë kam ardhur në Tiranë që hy, po nuk kam filmuar sepse kam pas punë, edhe ose bukur bora. Shumë bukur është për dajti. Ndërsa Denisi ka ardhur pardje, erdheti. Dhe sot Denisi ka ditë lindjen dhe bën 30 vjeç. Zemër sa ke qenë ti kur jemi njërë, 22. Jo, 21. Ua, po ti je rritur. Te po zot. Ne, po ikim te Egu, se duam të shohim dhe një gjë për Denisin. Edhe nuk e di se ç'do bëjmë sot. Po, besoj që do ikim në Borë, patjetër, sepse në Valbon ku shkuam nuk ishte Borë, kështu që paktën, meqense ka rënë në Tiranë, pastaj më kap shumë bukur të flokët, do ikim ndajt. Ne ishim në Tek, bëm disa blerje për Denisin në fakt. Ja u tregova dhe në ato klipet e vogla, se ka shumë gunga, e dini juve në rrugë që duhet ullur shpejtësia. Dhe do t'ja u tregoj sa po të shkojmë tek vendi që kemi rezervuar për sot, dhe kemi rezervuar një vilë. Ju betojmë ka qënë momenti fundit. Nuk e di se sa vilave mund të kemi shkruajtur, por ishin fully booked dhe nuk i vë faj sepse është e diel, ka rënë borë edhe e të tjerë, kështu që e sigurt që do ishin të rezervuara. Kështu që bëra ato kërkimet e mia unë edhe gjeta një vilë që ishte afër Tiranës, kështu që po shkojmë atje. Si quhej zemër? Golden Crown Resort, po. Nuk është sponsored, okay, kemi paguar çdo gjë, por nëse na pëlqen normalisht do t'u sugjeroj me zemër, e dini juve. Tani po shkojmë atje, do shohim nëse ka ndonjë market ku mund të ndalojmë për të marrë ndonjë pije, ndonjë gjë, edhe duhet të bëni follow në TikTok albana.shahina, se por i hapet TikTok tani, edhe në Instagram albana.shahina, sepse do bëjmë disa video shumë të bukura me Denisin, edhe foto shumë të bukura sigurisht që do t'i shikoni aty, se këtu në YouTube nuk mund t'i postoj. Se nuk e di, unë më përpara kam pas postuar. Nejse, do e zgjidhim tek këtë pjesë. Kjo rruga për të ky vendi që ka gropa. Ndoshta jemi futur neve në një rrugë të gabuar, po rruga që na del në Maps, nuk e di, është në këtë mënyrë. Ne mbërritëm dhe kjo është pamja që neve kemi, fantastike. Këto vilat kishin edhe jacuzzi, mund t'i përdorim. Ndoshta do t'i përdorim, se kemi marrë edhe rrobat e banjës me vete. Dhe këtu është hyrja. Denisi ka hyrë me njëherë brenda dhe po na rregullon televizorin. Është shumë e vogël, është kabina, apo jo, kabin druri quhen këto. Ta mbyll pak derën. Ka një divan këtu. Ky djali këtu nuk është i përfshirë, tavolin, tapet, një frigorifer të vogël. Këtu është edhe dollapi i rrobave. Një tavolin. Besoj se këtu është dhe për 3 persona, po se një person mund të flej edhe tek këndi. Këtu ndodhet edhe tualeti, ka kondicioner. Kondicionerin e kemi ndezur, tualeti është i vogël. Dhe më pas do të ngjitemi në katin e dytë, që mua më merren pak mend tek këto shkallët, sepse janë duhet hedhësh një hap këtu edhe një hap këtu. Okej, dhe këtu është krevati. Ka një dritare aty dhe pamja më e bukur është kjo këtu. Jemi veshur, ndërkohë që unë po lyem vetëm pak, me thënë drejtën kisha qenë që të bëja make-up të plot, po nuk po kam nerva. Edhe fytyrën e kam mirë. Ndërkohë që Denisi po flet me Egen, po urohen me njëri tjetrin. Edhe kaq. Do në një video të bukur për TikTok, për Instagram, e dini juve, ja u thash edhe pak më para. Çerpikët unë do t'i heq në një të ardhme, po se kur, nuk e di.
duam të bëjmë disa foto, po Denisi ka ftohtë, kështu që unë po rregulloj kamerën. Mbylle, thash se e mbylle. Dhe rjoti vendos të ftofesh, aman. Po rregulloj vendin unë ndërkohë, e kuptoni vetë jo. Denisi, pasi kemi mbaruar fotot dhe video çdo gjë, po mundohet që të lidhi telefonin me televizorin. Për momentin ka lidhur vetëm YouTube-in, që po shohim portokallin. Ndërsa Denisi do në fakt që të lidh ndeshje futbolli. Sepse sot luan edhe Real Madrid Barcelona, luan edhe Inter Napoli. Besoj se e din se sigurisht që të shohim Real Barcelonën. A janë atë një tenor? Nuk e jep? Okay, whatever. Se derisa Denisi të kryej këtë gjën që po bën, neve na ka ardhur darka dhe unë po ju tregoj juve se çfarë kemi marrë. Kemi marrë shumë pak, unë nuk është se kisha shumë ri sepse hëngrur para sa të vinim këtu. Unë kam marrë një sallatë Cezar edhe patate, ndërsa Denisi ka marrë një picë me ton. Nuk është se ka shumë ton, por që okay, është një picë. Edhe po ham tani kam marrë një gotë verë të barë, sigurisht, zemër, edhe 100 ditë të lumtura pran meje. Bërë 30 vjeqë zemër, 30 vjeqë rite. Njerëz, neve hëngrëm, pasi hëngrëm, nuk e di, kemi hapë ca patetina, ca gjëra kështu, kemi bërë dhe atë lojën që u thash për në TikTok, edhe tani po shikonim dhe kishte vajtur ora 11 e natës, kështu që po na flihet gjumë, dhe unë nuk e di pse, po mendoj se më ka zënë gripi, edhe nuk gjej mirë nga njëri vesh. Kështu që është më mirë që të pushoj, të flej gjumë, edhe të zjohem nesër në top form, edhe pse pas nesër Denisi do iki, kështu që e dini vetë ju si do me iki petla, nese, whatever. Sa doli Inter Napoli? S'kam rëu akoma. Po Real Barça? 3-2 për Barça. Nese. Natën për sot. Mirë mëngjesi yje, e hëngrëm dhe mëngjesin, tani po bëjmë gati avash, edhe të ikim. Kemi pasur pak ftohtë natën, jo pak, po pak si shumë, nuk e di. Unë kisha haruar që të marr rrobat e gjumit, dhe unë kam rrobat e gjumit me pellush, i dini. Nuk e di sepse i harrova, jam kujtu kur kam ardhur këtu, edhe këtu kishte vetëm një jorgan. Kondicionerin e fikëm natën, edhe u thamë ftohti, me pak fjalë. Tek jacuzzi nuk bëhe fjalë fare që ta përdorim, edhe unë kisha marrë rrobat e banjës, të shkëm marrë rrobat gjumi, imagjinojni vetë ju. Mirë po, ishte okej, mendoj se do e bënim sërish, do me thënë të merrnim sërish një vil edhe ta kalonim një pasdite me Denisin, edhe, mbrëm ka fryrë shumë erë, do me thënë, literalisht mund ta dëgjoje erën, zhurmën e erës, edhe brënda, dhe ju betohe mua më duke sikur lëviste, do me thënë krevati, keni parasysh ato ndisin e tërmetit, edhe në fillim me zor më ka zënë gjumi, derisa edhe era pushoj, do me thënë, por që, ishte vërtet si një ndjesi tërmeti. Mblodhëm gjërat tona, sistemuam edhe pak, tani nuk është sistemuar 100%, po mirë e kemi lënë, edhe krevatin sipër, edhe tani po ikim. Unë harrova djetë, ju tregoj juve rrobat e Denisit që i blem, kështu jeanset janë këto, ja ka shkurtuar mamim, ka dhe një pullover kafe këtu, edhe këtë xhaketën ja kemi bler në Kosovë, kjo është dhurat nga mamim, edhe kostumin jeshil e ka dhurat nga unë, edhe është edhe një t-shirt kaf. Ne pas vilës, kur po ju tregoja dhe juve pak rrugën, shkuam tek tezja e vogël e Denisit, edhe qëndruam atje, më falni për këtë, po e dini ju, i ngacmoj çik këto putrat që më dalin. Dhe po thoja që shkuam, qëndruam te ajo
gati 2 orë ca të mira, erdhëm në shtëpi, pushuam pak edhe po ikim sepse unë kam një punë te banka dhe duhet që na mbyll patjetër sot, kështu që për gjysmë orë neve na mbyllet banka edhe unë duhet të nxitoj dhe të shkoj atje, jam bërë ato klientët që vinë në minutën e fundit, të keni parasysh. Dhe më pas u dalim me gocat. Do ikim edhe tek tezja tjetër apo jo? Po, do ikim tek tezja tjetër e Denisit. Edhe nesër pas Denisi ikën. Nuse moj sorkade, mere dhëndrin hyrë në vale. Edhe kishte mbush tavolinë. Edhe pizza ka lënë. Mirë mëngjesi që të gjithëve nga dita tjetër. Grey, e ke atje sallamin të tasi? E ke të tasi? Çfarë do bëjun me këtë maçok? Çfarë do bëjun me këtë maçok? Po bën 6 vjeç edhe ndoshta ka nga kjo, e sigurt. Se po përgdhelet shumë, është më i përgdhelur i shtëpisë këtu te ne. Edhe tani bën sikur ne nuk i japim ushqim. Ndërkohë, shikoni tani, ka shkuar dhe po e han për bukuri. Gjithë sallamin që ne i kemi bërë gati. Kur ti donte zotërisë të vinte në shtëpi. Nejse, unë doja të thoja që Denisi ka ikur sot në mëngjes, herët, edhe unë jam bërë gati, po shkoj te puna. Është pak e vështirë kur ndahesh nga personi i zemrës, por po bëjmë pak sakrificë për pak më vonë, kështu që shpresojmë që kjo marrëdhënia jonë kështu sa këtë janë dej të mbyllet shumë shpejt. Dje mua më fik telefoni dhe nuk pata mundësi t'ju marrë me vete në takimin me gocat, pim nga një kakao edhe bëm pak muhabet, dini juve, një nga gocat është Tazan, dhe më pas shkuam pak te daja im, pasi kishte ardhur nga Meka dhe Medine, edhe më kishte sjell nusja e dajës një palë varse çelësash, se po thoja një palë çelësa, po një varse çelësash për çelësat e mi, edhe e kam vendosur më një herë, do t'ja u tregoj sapo ta marr xhupin, sepse i kam lënë çelësat dhe xhupi. Dhe kështu, këto ishin update-et për dje, si u lash te pizzat dje, te pizzat që ja kishte bërë mami. Tani unë po vesh xhupin edhe nisem direkt për të sharmi sepse kemi punë dhe po punojmë me fustanet e maturave, mini maturave, kështu që juve gocat që më keni pyetur nëse do kemi fustane për mini maturat dhe maturat, do të kemi këtë vit dhe do të kemi shumë të bukur. Kemi marrë copa shumë të bukura, ndërkohë vijoj me punimin edhe me fustanet e sharmit të bardhë. Nuk kam postuar asgjë sepse jam e mbytur në punë, okay? Edhe thjesht duaj që ti mbaroj dhe ti dalin sa më mirë dhe ti bëj fotot një herë mirë, kështu që më kuptoni edhe pakës mua. Edhe ka tani me një herë të vesh xhupin edhe të iki, flokët e mia sot janë një 10 out of 10 slay. Ndërkohë kemi nder këtu brenda sepse është shumë mjegull jashtë, si shi, si zakoshi, edhe nuk thahen për çamet rrobat. Këtë karikën besoj e dini se për kë e kisha shtuar. Për Denisin, tani do ta heq dhe me heqjen e karikës do të heq edhe pemën. Okej, do të heq pemën, do të laj xhamat, kam shumë punë, por kam disa punë të tjera më të rëndësishme përpara sa të bëj këto. E pace me çfarë jam marrë, që ju thash kam punë. Ato petalet për të bërë ato trëndafilat, të marrin aq shumë kohë për t'i prerë e për t'i kthyer, se normalisht për t'i qepur i qep rroba shepsja. Duhen aq shumë petale për të bërë vetëm një rresht me trëndafila që i bie 4 trëndafila para dhe 4 mbrapa, ndërkohë që kemi për të bërë edhe një rresht tjetër që i bie edhe 8 trëndafila të tjerë. Nuk e di, është gjithë ajo punë. Tani ora ka vajtur për ta mbyllur, edhe unë duhet të nxitoj sepse do takohem me Dainën, Emin, Donën edhe Brunën, edhe ato kanë vetur te lokali, po ashtu afër, kështu që unë do të nxitoj të shkoj tani. Daina ka pasur ditëlindjen, modelja e sharmit. Mirë, po dhuratas më ka ardhur akoma, po që s'ka gjë, sepse të takohemi sërish dhe ja japim në një moment të dytë. Tani të mbyll dritat edhe të shkoj te gocat.